mesazh anonim që po qarkullon në rrjetet sociale ka ngritur dyshime të forta për një ndarje të mundshme mes Brikenës dhe Mateos. Sipas pretendimeve që po bën xhiro në rrjetet, dyshja mund të ketë dhënë fund lidhjes së tyre, por pa e bërë ende publike këtë vendim. Personi anonim që pretendon se jeton pranë çiftit shkruan se prej disa ditësh nuk e ka parë më Brikenën në zonën ku ajo qëndronte zakonisht, duke shtuar kështu dyshimet për një krizë në marrëdhënien e tyre. E diti që janë ndarë Brikena dhe Mateo apo se di dhe nuk po e bën publike ndarjen e tyre, ka gjë të them. Jetoj në dhe kam një javë që se shikoj Brikin aty, thuhet në informacionin që ka bërë xhiro në rrjetit. Pas publikimit të këtij mesazhi, rrjetet sociale janë mbushur me komente dhe aludime mbi statusin aktual të çiftit, ndërsa ndjekësit po analizojnë çdo detaj nga postimet dhe mungesa e tyre në publik. Rikujtojmë se një gazetar i njohur, i ftuar në një lidhje direkte, ku ka folur për disa ish banorë të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, teksa po komentonte çiftin Mateo Brikena, ai dha disa detaje në lidhje me karrierën e kësaj të fundit. Sipas tij ish banoren, do ta shohim shumë shpejt në programe televizive në një projekt mjaft të bukur. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.